Pari është Vojvodić, oficer rezerv bashkautor në këtë vrasje. Edhe dëshmia e tij është unikale dhe për fat të mirë u bë pjesë e botimit të veçantë në vitin 1977. Pra, një nga oficerët që ka marrë pjesë në këtë masakër, me inicialet PM dhe mbiemrin Vojvodić, ka shkruar, ka dhënë këtë dëshmi. Isa Boletini ishte në katin përdhes të shtabit të ushtrisë malazeze. Unë si roje kam pasur urdhër që ai të mos dalë nga dera. Në një rrethant të papritur kanë shkrepur armët tek ura dhe Isa Boletini ka provuar të dalë në ndihmë të kreshtikëve të tij, por unë e kam plagosur duke e goditur në duar. Pas 10 minutave ka ardhur Nikola Gjilasi, babai Milovan Gjilasit dhe ka shtrirë 5 herë në të. Ai ka grabitur risës pushkën dhe revolët që mbeten afër duarve. Dhe kjo është një dëshmi unikale. Edhe pse u realizua një vrasje masive dhe pak ka kuptuar në atë kohë se çfarë ka bërë, nuk ka vlerë të vogël fakti që vetë Vojvodić ishte prej pendes. Unë shumë vonë kam mësuar se kë kam plagosur. Sot pendohem shumë se çfarë mëkati kam bërë, po ju rrëfeva se nuk jam fajtor. Unë kam qenë vetëm një oficer që zbaton urdhra. Urdhri ka ardhur nga lart. Këtë krim e kuptuam shumë vonë. Fajtor është përfaqësia franceze, qeveria dhe mbreti Malit Zi. Akuzë më të rëndë se kjo nuk ka. Nuk ka akuzë më të rëndë. Përfaqësia franceze, qeveria dhe mbretëria Malit Zi. I faqëson vetë oficeri malazez. Vojvodići ishte dhe mbetet një profil i ulët zyrtar publik, por dëshmia e tij është shumë e rëndësishme. Malazezi Milovan Gjilas, një shkrimtar dhe politikan me peshë gjatë regjimit komunist në Jugosllavi, sjell një dëshmi unikale Nikola Gjilasit, njeriu që kishte vrarë me dorën e vet Isa Boletinin. Pra, ne kemi Milovan Gjilas, një politikan në Jugosllavi që njihej në Shqipëri në atë kohë, ishte një anti-shqiptar, njihej, por ai rrëfen dhe diçka më të rëndësishme për ne shqiptarë, që babai i tij, pra babai Milovan Gjilasit, Nikola Gjilasi, kishte vrarë me dorën e vet Isa Boletinin, kishte qelluar dhe kishte vrarë me dorën e vet. Fal talentit të tij si shkrimtar, pra Milovan Gjilas, ai ka rënë në hise të vizatojë armikut duke përshkruar me nota admirimi. Shikoni se si e përshkruan Isa Boletinin një armik. Pra, babai i tij ka vrarë Isa Boletinin dhe si e përshkruani biri. Betejë e Isës me ushtarët e tij vullnetar nuk kishte vazhduar shumë, pavarësisht heroizmit të rreptë të shqiptarëve. Nga kjo goditje kishte rënë udhëheqësi i tyre dhe besnikët e tij të devotshëm. Njerëzit më të afërt të Isës ishin likuiduar, ndërsa të tjerët ishin shpërndarë në 4 anët. Isa Boletini ishte vrarë, por kishte luftuar trimërisht, madje për një kohë të gjatë, pavarësisht se kishte mbetur i vetëm në rrugë të madhe. Ashtu i plagosur ishte ngritur në gjunjë dhe sado që nuk kishte fuqi për të mbajtur pushkën, qëllonte me revole që të paktën të vrisë ndonjë prej armiqve, përpara se të jepte shpirt. Babai im ishte turr me vrap drejt tij dhe shqiptari i pamposhtur e kishte kaluar revolën në dorën e majt, por nuk kishte pasur kohë të hapte zjarr. Një ushtar e kishte vënë në shenjestër dhe Isai kishte rënë për dhe. Babai ishte afruar me vrap, kurse Isa e kishte vështruar me sy të mëdhenj e të përgjakur. Kishte thënë diçka në gjuhën e tij antare dhe në atë çast kishte dhënë shpirt. Çfarë dëshmie, ha? Çudia vjen nga historiani anglez Joseph Swire, prapë dhe ky një historian me shumë kontribute për historinë e Shqipërisë, ka shkruar një libër me shumë vlera, por ky është furnizuar me një letër nga Edith Durham, që ka dërguar në 10 korrik 1928 dhe zbuluar në arkivin britanik nga studiusi i njohur i kohëve të sotme Bedullah Destani. Aty tregon për dëshminë që i kishte dhënë Qazim Kastrati për vrasjen e Isa Boletinit. Në atë kohë Kastrati ishte fëmijë, por kishte qenë dëshmitar okular i masakrës. Kjo është një dëshmi tjetër. Edhe pse Kastrati e ka rrëfyer me sinqeritet në një fëmijë, gjëra vjen me shtrëmbërime nga Swire, nga historiani anglez. Nuk dihet kjo pse. Në librin e tij kjo histori kalon me 3 rreshta të cilën anglezi më shumë i ngatron detajet se sa i sqaron ato. Ai shkruan se malazezët provokuan një grindje dhe më shumë edhe dyshime për prezencën e Boletinit në Podgoricë, se jep detaje për masakrën për cilën Qazim Kastrati i ka dhënë detaje më së të vlefshme. Ja pjesa e letrës së Kastratit që Joseph Swire nuk e ka parë të arsyeshme ta vendosë në libër, por këtë e zbulon Bedullah Destani. Një grup malazezësh hasin në 2 prej djemve të Isa Boletinit pranë Urës, i ndaloi dhe u kërkoi të dorëzonin armët, ashtu si gjithë të tjerë në Maldëzi dhe ata marrin lirisht armë. Ti kërkohej dikujt të dorëzonte armën, ishte fyrje e madhe, prandaj 2 djemt refuzuan. Malazezët u përpoqën të flasin me ta dhe pas kësaj krisi pushka. Njerëzit e tjerë të Boletinit bashkë me Isën erdhën
për t'i shpëtuar. Filloi një betejë e madhe. Buletinët mundën që të grupohen në një vend prej nga ku mund të mbrojshin, por mbetën të rrethuar nga malazezët që ishin më shumë në numër. Lufta zgjati rreth 3 orë. 3 orë ka zgjatur kjo. E jashtëzakonshme. Më në fund malazezët përdorën një mitralos dhe i kositën të gjithë 9 vetë gjithsej. Pra, në një dëshmi del 9, një dëshmi del 8. Kjo është ngatresa. Nuk është ngatresë nga mua, fal Zotit. Tani kemi një element tjetër që me të vërtet është e veçantë. Arma që vrau buletini një trofe i rrallë. Se sa kishte rëndësi vrasja e sa buletinit të tregon një trofej që ndodhet ende në shtëpinë e familjes Gjilas në Beograd. Sot në Beograd, në familjen Gjilas, ndodhet një pistolet. Nikola Gjilas, babai Milovan Gjilasit, pra ai që ishte një nga autorët e vrasjes, qëlloi me pistolet dhe këtë armë nuk e përdori më. E ruajti në shtëpinë e tij si trofe, pa e ditur që i biri Milovan Gjilas do të bënte karrierë si sekretar i Byros Politike dhe zvendës kryeministër i Jugosllavisë dhe një nga bashkëpunëtorët më të afërt të Josip Broz Titos. Në këtë mënyrë arma që vrau një shqiptar, Safi dhe simboli i rezistencës, do të ishte më shumë se një simbolik. Ishte i mburrje për këtë familje. Pra, familja Gjilas, armën që vrau Isa Buletini e ruan në shtëpi si një armë që ka vrarë njeriu shqiptarin më të rëndësishëm, Isa Buletinin. Gjilasi i riu, pra shkrimtari dhe zvendës kryeministi, e ka derdhur me fjalë të zgjedhura për shkrimin për heroin shqiptar. Dëgjoni se çfarë shkruan ai. Babai kishte marrë mauzerin e tij të gjatë me dorezë të solisur agjenti dhe e kishte ruajtur si kujtimin më të shtrenjtë. Për çudi dhe ne fëmijëve na vinte keq dhe ndjenim hidhërim, prandaj kishim mbajtur zi për Isa Buletinin, fëmijët. Edhe babait i vinte keq, megjithëse ai ndjej krenar që Isa ishte vrarë prej grupit të tij. Ky ishte një pillim i veçantë, ishte më tepër një admirim për një hero sypatrembur të Shqipërisë që kishte luftuar deri në fund në një fushë të zhveshur në mes të rrugës së madhe, pa i lutur kurkujt dhe pa falur askënd, ashtu drejt në këmbë, i pambrojtur. Admirimi për të bënte pjesë gjithashtu në pikëllimin ton. Admirimi për të bënte pjesë në pikëllimin ton. Çfarë janë këta serbët? Në qoftë se një njeri duhet të vdes, duhet të ishte mirë të binte ashtu siç kishte rënë Isa Buletini. U kujtov për jetë nga ata që e panë dhe nga ata që dëgjuan për të. Shumë vonë ne i patëm treguar babait dhe ngasonin për këtë, se kishim lexuar që Isa Buletini kishte vdekur në Shkodër. Babai nuk e pranonte një gjë të tillë, por për të nuk kishte aq rëndësi, nëse ky kishte qenë Isa Buletini vet apo ndonjë nga oficerët e tij. Kryesorja ishte që shqiptarët kishin luftuar në atë betejë dhe sidomos prisi tyre që nuk mund të ishte njëri tjetër veç se Isa Buletinit, ishte vrarë. Babait i kishin thënë se ky ishte Isa dhe kjo mjaftonte për të. Fakti i rënies së tij ishte provuar për jetë të jetëve në zjarrin e pushëve. E kuptoni çfarë bën serbi? Pistoletin që vrarë Isa Buletinin dhe ruan në shtëpi. Kjo është dhe i quan për nder, për krenari që ka vrarë një shqiptar si Isa Buletini. Në vitin 2014, të gjitha agjencitë e lajmeve, gazetat dhe televizionet publikuan një lajm që kishte lidhje me vrasjen e Isa Buletinit, që nga ajo kohë 98 vjet më parë. Instituti Mjekësisë Ligjore në Universitetin e Strasburgut konfirmoi se eshtrat që ishin dërguar në këtë institut për ekzaminim ishin të Isa Buletinit. Një foto të Isa Buletinit, ju lutem. Isa Buletini kështu u varros 3 herë pas vrasjes në Podgorisë. Herën e parë me një ceremoni çuditërisht masive, në cilën Nasuf Dizdari nga Shkodra mbajti dhe një fjalim, dhe që nga kohë rodhën shumë ngjarje dhe jo vetëm nderimi, por edhe përmendja e emrit Isa Buletinit cilësoi krim. Për vitet e kada varri ishte braktisur, askush nuk shkonte atje, madje ai quhej varri i humbur. Në vitin 1973, gjatë kësaj kohe që njihej liberalizimi i regjimit të Titos ndaj Kosovës, u bë kërkesa e parë për kthimin e eshtrave në vendlindje. Fal përpjekjeve të familjarëve dhe studiuesve, varri u zbulua dhe më 15 nëntor të vitit 1979 u krye zhvarrimi i kërkuar. Në fakt, të procesi shpejtoi dhe projekti i Bashkisë së Podgoricës, nga që në tokën ku preshin eshtrat, do të ndërtojë një park. Bashkë me eshtrat e Isa Buletinit u nxorën dhe eshtrat e 7 të vrarëve të tjerë të masakrës së 23 janarit 1916. Kishte 2 fakte që vërtetonin se ato eshtra i përkisin Isa Buletinit. Epitafi mbi gurën e varrit, por edhe mungesat e eshtrat e gishtit të mezit të dorës së majt. Edhe një herë, nëse të lutem regjia, një foto ku paraqitet dora e majt e Isa Buletinit, gishti i mezit i dorës ka qenë i prerë për gjysmë. Sipas familjes, Isa e kishte prerë atë gisht në moshën 3 vjeçare me sopat. Gishti i mezit aty nuk dallohet, po gishti i mezit i Isa Buletinit, do të thënë, është i prerë për gjysmë. 3 vjeç ai kishte prerë me sopat. Eshtrat u vendosën
me kujdes në një ark dhe varrosën në një këmbë të oborrit në xhaminë e Mitrovicës në fshehtësi të plotë. Muhamet Shukriu, Latif Berisha dhe Aslan Murati ishin 3 persona që betuan me njëri tjetrin se nuk do t'ia tregonin askujt këtë sekret. Ky fshet u mbaj deri në çlimin e Kosovës për të ndërtuar një memorial të veçantë.